يا بيوت الشعر جودي واقبلي كلك وقار وانضمي من الدر افكاري عقود متلومس وافتخر وادري ان الشعر بالسما يصل نجوم المدى. جودي سحائب فرحنا واسقي الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا. جودي سحائب فرحنا واسقي الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا. قولي لهم أني جنيت ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهدا. ها قد أتيت وفي يدي وثيقتي متوشحا ثوب النجاح متوجا. قولي لهم أني جنيت ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهدا. ها قد أتيت وفي يدي وثيقتي متوشحا ثوب النجاح متوجا. جودي سحائب فرحنا واسقي الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا. جودي سحائب فرحنا واسقي الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا. ولتبعثي فرحي لأمي وأبي ولإخوتي فيض الشعور. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قد رب الله عز وجل جل صلاة وسلام من الأمة محمد صلى الله عليه وسلم قبيل التي غربت فقط ثلاثة ديك من الباصر كلمة التشكيل. كلمة الله شو خطة عمير صلى الله عليه وسلم من المشهوري ناس المشهوري لا. أي تلي لوكي فندرو نيرزد زدنا صلى الله عز وجل فندرو. شو نيمة تيمة هذا بلاس نيمة شو I falenderoj vllazërit organizatorë të këtij iftari të bekuar, këtij iftari që vlen me shumë ftira, shumë vllazni, që njëti qëllim të jetë dashuria, kultivohet dashuria për hir të Allahut azza wa jalla. Mi vëllaz dashur me të se mashallah talebe ka bollë me fol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, të kanë 8. Këtë talebe po neve në rovisja. Jam atë mirina, jam atë këshit të shka posër. Po, thëtë Allah azza wa jalla Kur'an të ashtash një këshit të shkurt. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wal bayyinati min al-huda wal furqan. Pa, muaj Ramazanit është muaj në të cilin Allah azza wa jalla zbriti Kur'anin. Hudan lin-nasi wal bayyinati min al-huda wal furqan. Kur'ani është udhëzues. Kur'ani është dritë. Kur'ani është shenjat në rrugë të cilët të bajnë që ti mos ta humbish rrugën për xhenetin e Allahut azza wa jall, por nëse praktikon Kur'anin, arrin xhenetin e Allahut azza wa jall. Al-bayyinat min al-huda wal furqan. Gjithashtu ka argumente fakte bice në Kur'an për udhëzimin dhe është zavush i vërtetës së totës. Pra vazhdojmë sot do të ndana në pjesën e parë për të Allahut të shehë Ramadan. Muaj Ramazanit është muaj në të cilin Allah azza wa jalla e zbriti Kur'anin. Pra vëllazër, ky muaj është muaj
që njeriu duhet të ketë raporte të forta me Kur'anin familjar. Këtë muj, besimtari duhet t'i put çdo kyçje. Çdo kyçje, pa marrë parasysh çfarë ka, duhet t'i put dhe tjetë në linje vetëm me një kyçje, edhe është Kur'ani familjar. Se me të vërtet vëllezër, momentin që musliman të lënë Kur'anin pas dorë, momentin që musliman nuk e morën Kur'anin udhërfis, katalog tjetës, gjikus, në atë moment vëllezër është halli muslimanëve ku gjendet sot edhe është ajo. Se e ka lënë Kur'anin pas dorë. Andaj është mëse e rëndësishme vëllezër që ne musliman të përvelna kratë këtë mujtë bekum dhe fillojmë të studiojmë Kur'anin. Se shancat me e mirë për me kuptu Kur'anin, për me jetu me Kur'anin është mujt e Kur'anin, mujt e Ramazan. Shansi që ti t'jetësësh dhe ta shtesh imanin takë, ta praktikosh Kur'anin, ku këtë mujt shejtanat janë prengost, janë të lirët shejtanat, burgost janë shejtanat. Këtë mujt ku Allah së vëgjel për çdo ditë, niftar liron me qindra mijë njerëz për zjarrin xhehenimit. Këtë muj ku Allah Azza wa Jall ka thonë kush agjeron këtë muj me bindje dhe shpreh shpërblim Allahut Azza wa Jall kufira lehu, Allah Azza wa Jall falë. Këtë muj ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson neve që dhejtë shifunin është që besimtar duhet ta me këtë natën me bo sabat. Natën me jetësu natën. Mos me kalu natën në gjumë, nga se vallahi dhejtë shifunit, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veprat shpërblehen si pas përfundimit. Maraton, vëllezër ndashëm, kur nis maratonit, sepse lojrat olimpike rreth maratonit po folën pak. Maratoni kur nisën shumë veta. Me qindra mija. Mirë po, ne përfundujem pak. Edhe keni pa vëllezër, ai kalli i mirë. Ku ai cilët i grojë, edhe ai maratoni i mirë jeton shkon e ma një tempo normal. E ma një tempo normal. Deri kur të mejt e ma një si përfaqe, një hapësirë e vogël për me mrit e funit, që ati e japin maksimumin. Që ati e japin maksimumin që dalin i parë. Kështu që Allah Azza wa Jall për emërcis të vetë dhe me thonë e ka ta Ramazani dhe që ma të piret dhe që lirim për zjarë në gjennemit, kurse këto dhe të natë e funit e kalon një natë e cila quhet nata e katër. Pse vëllezër që në këtë natë muslimat ato të cilët përbara kanë abstenuar, kanë zaglavit, kanë hirë më dhe, janë shafu, s'kanë mujtë me ecë me ritmin të cilin duhet, në këtë dhe natë që Allah Azza wa Jall ja u kalon një shansë muslimat. Ju ka thonë musliman, ju nëse 20 ditë e para s'mujtet më arrit atë maksimumin. S'mujtet me fitu knatësin rizallëkën Allah. S'mujtet me fitu mirësit, shfaljen Allah të zëgjel. Nuk mujtet këtë, pra urdhënon i kini 10 natë të funit. 10 natë të funit bilen që të 10 natë për vetë një kratë, shtrëngoni ka ishat, përcëni një mirë, bani i badet, adhëron Allahun, jepja një maksimumin, se kështu kini ma arrit knatësin Allah të zëgjel. Mirë për diti Allah të zëgjel, se në mesin e muslimanve ka me pas të për tëtës, të cilës ka me mujtë me konë qashtë fort që të 10 ditë në mojtë një tempo të adhërimit, që natën e mund ditë me namaz natën, me ibadet, me dhikër, me stikfar, me leximet të Kuranit, këto 10 natë e diti Allah të zëgjel që s'ka me pas njerëz, të cilët ka me mojtë këtë tempo, Allah të zëgjel ja u lecën muslimanve. Ju thash nëse nuk muni 10 natë, bile. Nëse nuk muni 10 natë, bile që ato natë tek. Që ato natë të cilët janë tek, 21, 23, 25, 27, 29, që atëherë bile përgve. Që atëherë jep një maksimumin. Që atëherë le të shoh Allahu për juve se me të vërtetë jetoni Allahun Azza wa Jall. Që atëherë le të shoh Allahu Azza wa Jall për juve se ju me të vërtetë jeni të përmallum për Allahun Azza wa Jall. Jeni përmallum për xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Se në momentin të vëllezër që kuptoni xhenetin. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër kur i ka marrë sahabëve ligjërata për fat keq. Ne vëllezër shumë folën. Do të thonë 30 minuta, 40 minuta i pina xhamatin, konti u bën bile vestën hala ose e teprove bile. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mi amledh ligjëratat e tina mas shumë që ka marrë, ndoshta e gjen
Hutbatu hajjatil wada, do të thonë hutbën që ka marrë në haxhin e Lëndëmirës, çfarë është fjalimi më i gjatë që ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasi që dje vëllazësh ka qenë lufta e Bedrit. Dje 17 ditë Ramazanit ka qenë lufta e Bedrit. Kjo ka thënë në rast ta kuptoni se çka do të thotë xheneti në jetën e sahabëve. Për çka do të thotë xheneti në jetën tonë. Çfarë raporte kanë pas sahabët, gjeneratët e para me xhenetin, çfarë raporte kanë në? Cila ka qenë bidja e sahabëve me xhenetin dhe cila bidja jo me xhenetin. Lufta e Bedrit vëllazësh. Umer ibn Hammam, sahabi i ndershëm, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke u rënit safët fazën të dashur, safët tradhita, Umer ibn Hammami për ndëgjon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një fjalë. Jo zot muslimanëve ka qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thonë kumu ila jannatin 'arduha samawati wal ard. O musliman, përvendni krah. Shpejtoni me një xhenet ku gjallësia e xhenetit është sa hapësira prej tokës të qiellit. Umer ibn Hammami e niti këtë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po thotë hapësira sa prej qiellit të tokë, çast ku ka zonë xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndëgjoi Umer ibn Hammami. Tha të shumë për dhalike. O Umer, a dishon këta? A dishon këta? Tha la ja Rasulullah, ja i të kuni Allah, nuk jam të dishuve. Po es'alullaha an takuna min ahliha. Tha shpresoj dhe lusë Allah në azawajal që të më banë nasib që këtë xhennet. Tha anta min ahliha. Një fjallë. S'ka pas nevoj mi majtë 40 minuta në gjerat. S'ka pas nevoj mi kalcu xheneti kështu, edhe sahabe nuk ka qenë filozof, ta vetë pejgamberi prit çisha është xhansia, a për zhoni, a për gjatë, a me kilometra, e kimot kështu, a kimot ja. Ka thonë sa është Resulullah, a është e vërtetë se toka në xhenet është e gjonë, sa hapësira prej tokë dhe qiell? Pejgamberi më tha po. Atëherë siç thash, fa es'alullaha an takuna min ahliha. Fa shpresoj edhe pres Allahun e lut Allahun që ti jeni prej banorëve të këtij xheneti që ka përmendë ja Resulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy fjalë tha. Anta min ahliha. Tha ti je prej banorëve të xhenetit. Unal edhe i tha dy fjalë, bakht. Gjurë shqipe, si me thonë, bëkhim o bëkh përdorët si shprehje për çuditje, do me thonë, si me thonë, shka? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thashtë, shka kime? Shka kime? As besona? Tha, la ja Rasulullah, jo i dërgumi Allah. I pat do hurma ndo, 4 hurma vazhdash në ka pas ndo, apo 5, varet për rivajetit. Kur i tha ente min ahliha ti prej banorëve të xhenetit, ai e buni në matematikë shtaj. Xhenet, si në s'ka pa peshe, s'ka në, as që mundesh me pas imagjinat se çka ka në xhenet. Shoqëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me Musën, me Isën, me Zekeria, me njerëzit e mirë, me shahida, me emira që ta këtira shqyqim ftyrën Allahut azza wa jall. Gjithë të mira xhenet. Edhe 4 hurma, mi humbër 4 hurma, tha innaha la hayatun tawila. Tha wallahi, shumë gatash me jetu e të me hu vakt, unë të i humbër këto hurma. Gatash, shumë, xhenet ka. Mas 4 hurmave xhenet ka, i fugi hurma. Tha bëkhim wa bëkh, tha tut, innaha la hayatun tawila. Tha wallahi, kjo është jetë e gjatë. Se dike se mes ti edhe xhenetit s'ka veç vdekje. Se dëshmi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Innaka min ahliha, ti je prej banorëve të xhenetit. I gjujti këto hurma, shkoj edhe ja dha shpirtin Allahut të thotë, vetë vërtet apo prej banorëve të xhenetit. Edhe sot ne kemi bindje 1.000.000%, 2.000.000% që Umer ibn Hammami është për xhenetlinë. E tjetra vëllai thash. Edhe me këtë të përfundoj se ju nuk keni të lodhë punën tonë, po lodha pak. Kjo ka thënë njëjtë, mos dalë nga jashtë luftës Bedrit. Pak në Bedr, që ati parë cilë në ka Bedrit. Se me folë për Bedrit, me mujtë dhëtë me folë, vazhdash.
Se në Bedr vllazëdashur kuptohet se sa ka qenë i plotshëm xheneti i Allahut azza wa jall. Në Bedr kuptohet se sa njerëzit e kanë ndeshur Allahun azza wa jall. Edhe një shoqëri, një musliman i cili don që në jetën e vet me kur fitore, në jetën e vet me pas sukses të lumturi, do të më bëj dy sempe. Me studiu luftën e Bedrit, pik për pik, fjalë për fjalë, ndodhi pas ndodhije, edhe me studiu surën Anfal, që flet për luftën e Bedrit, edhe disa ajete për surëve tjera që flasin për luftën e Bedrit. Se Allah azza luftën e Bedrit e quajti Furqan. Furqan është dallues vllazësh. E ka dalluar vërtetën prej kotës. E ka dalluar gënjeshtrën prej vërtetës. Imonin prej kufrit. Nifakun prej sinqeritetit. Kjo është lufta e Bedrit vllazësh. Kënë atë Khaythama edhe Abu Khaythama. Për këto vllazësh thash për fat keq neve muslimanëve kina një të keq. Që ne vllazëdashur një send që do të me studiu është jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Unë shpesh vllaznive ju them se e kanë amanet. Ja lona amanet, që kush nuk ka parë në të vere, le t'i lipe tek ne, tek une, ja jap inshallah bismillah, le ta vlejë një libër Nektari i Vulosur të Xhennetit. Një libër i cili fol për jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. S'besoj që ti kush nuk ka parë, se këti kina 4 makiato i pina në ditë, çta Ramazan ka 6, se di para Sefirit edhe di pasi ka 6 të pina. Nektarin e Vulosur të Xhennetit. Para se ne flet vllazësh, le ta bëjë fazë vetë vetes. Para se ne flet le të lexojë dy faqe të jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, kur ti lexojë këto faqe, mos të lexojë sa ashtu lexoj roman, sikur ti isha djalë apo atromonin vepra apo ata apo këtë. Ja. Le ta lexojë që ta jetësojë jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Le ta lexojë jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me bindje, me yeqin, me devotshmëri. Me shprehje se vajt një ditë do të ecë pas hapave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtë më një vllazësh nëse e ban këta vallaj, këtë problemet e tuaja jetësore. Gjitha problemet, këtë politike, këtë shoqërore, ekonomike, sociologjike, psikologjike, filozofike, çka dush, këtë me ato ike çka kanë fund, këtë të zgjedh. Këtë problemet i këtë zgjedh. Nëse e lexon me iman, e lexon me bindje, e lexon me frikë respekt ndaj jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Khaythama, mi vetë musliman vllazësh, vallahi billahi, 99% kush është khaythama, kur kush nuk e di. Mi vetë një pyetje banale të kësaj dunjës, nesër mi vetë kush e fitoi 100 metërshin në Olimpiadë, gjithashtu me viti me Kosovë, me Shkupe, me dunjën këtë e di. Se khaythama nuk e njeh kurkush. As e pa khaythama, as babën e khaythamas nuk e njeh kurkush. Me gjithë se Khaythama dhe Aba Khaythama kanë shfaq dashuri ndaj Islamit, dashuri ndaj xhenetit që neve na duket imagjinata, ëndra na duket se sa vërtet kjo. Khaythama vllazësh, ndëgjon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami Aba Khaythama me gjithë babën e vet Aba Khaythama, xhami duke folur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, urdhë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se të përgatitet ushtria për me shkuar në Bedër, jo për luftë. Jo për luftë, por për me dalë për me nal karavanën e Sufjanit. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke folur në xhami, thotë që kush merr pjesë e ka të garantuar xhenet. Kush merr pjesë e ka të garantuar xhenet. Khaythama vllazësh shkon te shtëpia, babë bir. Për çka për lavën? S'për lavën për biznes. Si thot baba birit, s'ki pru pare, s'po punon, s'ki penzi, ata, këta ja. Khaythama me Aba Khaythama. Shkojnë shpe dhe për lavë njëni me tjetër, ka ndesh me dalë të ditë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka ndesh të ditë me shfaq dashurin ndaj Islamit dhe ndaj Allahut azza wa jall. Mi kallzu Allahut azza wa jall dhe Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se zemrat tona janë mallëngjim u taku me Allahun azza wa jall. Të ditë vllazësh. Mirë po, ka pas Aba Khaythama ka pas shika shumë, a Khaythama ka pas motrat. Sta njëri prej këtyre dyve ka desh me i rujt babën ato vajza. U ka desh në kujdes për familje. Kështu që kush me dalë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam luftën e Bedrit. Dali thotë unë kam me dalë, se jam më i fortë, jam më i mirë, muj me voda më shumë, muj kështu, Aba Khaythama thekë ti je i ritin, ti unë jam shumë më plak.
Unë e di strategji, unë e kam hik këta, unë e kam po këta, unë përdojshë në medveti. Kush ka me dalë me shfaq dashuri, ma dhëngjim për Allah në zoqe. Kush ka me dhonë sendin më të shmum, që e sendin, gjone më të shmum, që ka e posedon njeriu me dhonë kurban për hik të Allah të zoqe. Fillaj, jone, jo ti, së në mishë në veshtë. Së në mishë në veshtë. Ali këna me qitë shortë. A vëllë Allah zash shortë me qitë, kush da jape jetën për hik të Allah të zoqe. Me qitë shortë kush me hik, partë, ama kush nëse, edhe murim, duke qitë shortë vlasdashën, qesin shortë i qëtë, i be shortë djallet me shku, khejtë njësë. Eba khejtë me piklohet, mërzitët, janë isme kajtë, i thot djalli e mund kam dhonë, s'ta baj Allah dhe kështu, ashtu, veç me mlionë mu me shkuë. Eba khejtë me heqë, jo, po, amra shortë, mundu me shku. Klima vetë, shortë, a qëtëm shortë, me të pasrati, kështë shkuti, s'kënaqëm vlasdash. E ka baba vetë të khejtë me dhe shkët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja Rasulullah, oj tërgumi Allah, që kështu është puna. Tu ditë dojna me dalë rrugë të Allahut azza wa jall. Tu ditë dojna me i tregu Allahut azza wa jall se me të vërtetë ne jemi në gjendje me dhon jetën gjithë çfarë posedojna për hir të Allahut azza wa jall. Vetëm Allahu t'jeti i kënaqur me ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: a keni qitë shortë? I tregun që kanë qitë shortë këtë. Tha atëherë, djali jotë ka ma ardhë, e bakejtën. U piklu shumë e bakejtën. Prapë ju drejtu djalit vetë dhe sytë i radhë që më lëtë të vëldashër, i thëke, ja ibni, o djali jenë. Po të lutëna për Allah. O biri jenë. Për Allah në shlëmë që unë të shkoj. O biri jenë. Ta në të ka me të i bojë, vetëm të shkoj unë. Le të qofë Allah azza wa jall se vallahi në zemrat tona nuk ekziston asë një gram dashurie e kësaj botës, po gjithë jetën dhe gjithë imani jonë është i mbushur dashurin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Filloj me çaj vllazëdashëm. Fund, masi e luti shumë, e ba khejtëme, djali e vetë khejtëme, po i thot babës. Ja e beti, o baba jemë, me paskon puna për diçka tjetër, vallahi ti kësha plëcu këtë dëshirët. Ama mesejnë është për gjennet e baba. Inneha gjenne e beti. Kjo gjenneti baba jem. Këtu bëhet pyetje gjennet. Rizallëk i Allahut. Knatësi i Allahut. Shoqërim me pejgamberin. Sallallahu alaihi wasallam, me njerëzit e mirë, me Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Alin, Talhan, me shahida, me pejgamber, me besnik ja beti. Këtu bëhet pyetje me pa ftyrën e Allahut azza wa jall. O baba jem. O baba jem, nuk është çështje kësaj dunjës. Nuk bëhet pyetje për këta, po inneha gjenne o baba jem, këtu bëhet për xhennetin. Këto kanë qenë përmallun për xhennet. Këto njerëzi kanë qenë përmallun për xhennet. Këto njerëzi kanë pas qëllimi i tyre final, ka qenë xhenneti edhe rizallëku i Allahut azza wa jall, që tjetë Allah i kënaqur me këta. Ajo të mirë tek kësaj dunjë kjo dhe ajo. Ka dhe shumë vllazëdashë. Prapë du me fol për një umej, se zgjatë shumë, po ne banë Allah vllazëdashë. Inshallah zemrat i keni pojore të mëdhoja që na i falni. Se ne vazhdojmë si të lëni mikrofonin dorë, zëra është në shtuar. Tra po folna për një umejë. Luftën e Bedrit vllazësh, mola një mend ka rrot dy shahida umejra. I pari, Umayr ibn Hamam që ka cekë rastin e tina, jetën e tina. I dyti vllazësh është Umayr ibn Abi Waqqas. Vllai Sa'd ibn Abi Waqqas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luftën e Bedrit. Prapë në Bedr vllazësh. Ti rikujtojmë këto fragmente nga jeta, nga lufta, nga dollit e Bedrit, që në zemrat tona inshallah jetësohet dashuria për Allahun azza wa jall. Zgjallet, lulëzon zemrat tona dashuria për takimin me Allahun dhe ftyrën e Allahut azza wa jall, dhe takimin me pejgamberin dhe njerëzit e mirë. Umayr ibn Abi Waqqas, 16 vjeçar vllazësh. Moshën 16 vjeçar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke përgatitur ushtrin, duke radhitur ushtrin vllazësh, Umayr ibn Abi Waqqas po shkon Timsa. Ishte vesh si burr, e kishte lidha çallën, e kishte mbyll ftyrën, edhe të kushit si burr. Të desht me hin në ushtri që të shkojë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vllai vetë vllazësh Sa'd ibn Abi Waqqas
komandanti njoftshëm në Islam. Burri burrave, trimi trimave, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E shef vllojën e vet, e njeh presive, e njeh që është vllojë vet. I thotë Umej, shkaj të botë. Ti a mendon që neve na mashtron? A mendon që neve na i ka një radhë? Tha, ku do me shku Umej? Për ku ja keni tha Umej? Tha, du me tek për Allah, vëllai. Çka po na vërtet mua? Du mi kallzu Allah se zemra ime është përmadhu mu taku me ti o Allah. Du mi kallzu Allah ta zëvajel se për mu kur gjo nuk ekziston përveç se që tjetë a i kriashët. Tha ktheu pra. Jo s'kthena, e ka Sa'd ibn Abi Waqqasi vllajën e Umejrin edhe çon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë ja Rasulullah, pse vllazësh me ka çon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pyet. Pse ka çon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Se ka ditë se fjala e pejgamberit për ta është gjykim, krim vetë. Thotë pejgamberi, s'ka kush më çesht në front. Thotë pejgamberi shko, u kri, ktheju, u kri, bane, u kri, mos e ban, u kri. S'ka pas nevojë as për filozofa, as për ata, as për xhikat, as për njëri. Fjala e pejgamberit ka qenë u kri më vetë. Foli pejgamberi s'ka. Allah po kallaj min. S'besojnë. Mashallah nuk besojnë ato të cilët nuk e morin për xhikat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj me qenë kënaqës me gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E murit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah. Çi vllavi e Umejri, do më ardhë me ne dhe ka dish me hi në ushtri Tinza. Me ju bashkanxhit muslimanëve Tinza, hala është i li 16 vjet ja Rasulullah. E këshiri me mësë, tha ktheu pra. Ktheu pra, ti zvinë me ne. Unë isë Umejri të osdoshën. Thotë e transmitusi që qatë shumë një ka njësë me kajtë të osdoshën. Jo me rrëndë, jo me kajtë, me vajtu me të madhe. Kure ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është përzit shumë. Për të kajtë më së madhe, pse këthe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U brengos, filloj me qajtë në zonë të marë, e ndëgjej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me të vërtet është i sinqerë, dhe donë që ta jep shpirtin, se ti më çmund për Allahun azza wa jalla. Kur e bën këtë mënyrë se çfarë çajt me kajke, Umejri ibn Abi Waqqasi tha ktheni Umejrin. Ktheni Umejrin. E kthini Umejrin tha snali unë prej xhenetit Allahut azza wa jalla. Shkoi Umejri, luftën e Bedrit të vazhdashëm, e dha jetën për hir të Allahut azza wa jalla, duke qenë e lutur me Allahun azza wa jalla, duke qenë i kënaqur Allahu azza wa jalla me ata, dhe inshallah Allah azza wa jalla kënaqet me ne. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men sa'ala shahadatan bisidq, kush është i sinqert, jo vetëm me gojë, se me gojë mashallah vëllazësh. Në xhenet ne mashallah bile me konën e pejgamberit, për me gojë ja kishmi shku sahabëve Abu Bekrit Omerit. Ju kishmi bu ma takbali se Abu Bekri edhe Omerit, ma trima se Abu Bekri edhe Omerit. Ma për me gojë, me punë kurkun. Hiç. Për këtë vëllazësh dallimi mes neve dhe ative të parëve tonë muaj Ramazanit ka qenë dy lloj. Ato kanë kap hekër në dorë dhe ne kap në hekër. Ato kanë kap vetë shpata, ne kap në thikë. Ato shpata kanë kap, ne kap në thikë. Ato kanë ngarue kush ka me sfiru ma shumë, kush ka me dhonë ma shumë, ne ka rejna kush ka me hongër ma shumë, edhe kush ka me bo iftare ma shumë, edhe kush ka ma shumë mish, apo kush ka. Ato tjerë, që ka dalë në vlasë? Pash e pash një foto e kesh bo një unin, e të regoj ke një musliman në shpat, dhe ke Ramazanin, gjeneratët e para, një shpat edhe armisë duke ikën, e këto tjerë të kështë bu një pull, edhe kështë dhonë një thikë edhe një piron. Ndodë, aje ngaren ke pullën. Muslimat e kohës sot e ngaren që pullën me hangër, ata të partë e ngaren që me largue armisë të Allahut azza wa jalla dhe me shliru vende dhe me ndihmu muslimat. Pas do shkëm sa zgati shumë se në të prova e di, po thash jo, e di që të vitije si kanë zemrat e gjona, na e banë Allah, nisë pa problem, na kanë hatrin pak, edhe pak pitë mira dhe i kanë që të mirë janë, inshallah Allah azza wa jalla i begatën me xhenet të firdaus, edhe njerë, e falenderoj, shaqatën këshilla, nëse se ka bëjeni në Allah, më bani Allah, këshilla të cilët janë shkaktar që na kanë lidhë këtë vend bekum, duke lutë Allah nëse që neve dhe ative të jepë sukses. Duke lutë Allah nëse që neve dhe juve të me falë që në orë. Na banë prej banë dhe gjenetit.
na ban prej përmallumave për ftyrën Allahut azza wa jall. Një këshill të vogël, këto 10 natë të fundit bile në sejdë, kur bëjnë sejdë, dy fjalë të thënë. Allahumma unsur al-muslimin. Tre fjalë të thosh. Mësoni. Allahumma unsur al-muslimin. O Allah, ndihmoj muslimanët. Ato që kanë arabisht, edhe shit ban. O Allah, ndihmoj muslimanët. O Allah, ndihmoj muslimanët. Se nashta Allahi vllazë ndashëm një do e dikuna për vllaznive, si qëtë Allah e prej katilin edhe Allah azza wa jalla fitorën musliman. La tahkina min al-ma'ruf shay'a ka thënë mesela. Mos e nënçmo vllazë ndashëm. Mos thuj unë i shkret, gjunova të fit, haram e sa dush kam ata këta. Mos e nënçmo vetë vllazësh. Pa ne do, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inma antum saruna, wallahi juve ju zbret fitoria me duat e pleqve dhe fëmijëve. Me duat e pleqve dhe fëmijëve. Nashta Allah azza wa jall ja pranon e diku duat dhe zbrit fitoria, se muslimanët janë si një trup, akhir dawan alhamdulillah rabbil alamin. Ai bani Allah vllazësh, sidomos talibët çka dëshin me fol mas mua, mos u tot nëse unë e krita për ju e ke. Allah shpërblet sazëm. Me kasë inshallah për përfundon. Ka ala vllazni ju ne dyrojna kush do të më fol direkt. Po ma, ata më fol vllaz. Adem. Hajde vllaz. Sadati. Po apo, se ti apo për ne. Amiri kush ka amiri? O amiri. Ai zot me tutë ka shkusë. Po hajde se krita më krita. Allah shpërblet sazëm. Allah shpërblet vllazni. Po ma bja më zeshtë me pojë, Allah. E kasë inshallah me përfundon, sa një këtë e gjëra, sa vllaznia kam në shkullë në të ravije. Tash po vazhdojnë iniciativë